lojmë. Zonja nuk kishe fajin fakt se e përdorin rrallë linjën e autobusit, sepse në këto 3 muaj e vetmja gjë që ka ndryshuar që ne paguajmë 100 lek më shumë është pikërisht ajo pra që del nga xhepat tanë. Pra 100 lek më shumë çdo herë që ne hipim në linjën e autobusit. Prej 3 muajsh ne vidhemi në mënyrë të padrejtë me bekimin e anëtarëve të Këshillit Bashkiak të Kamzës. Dhe kjo është padrejtësi që na bëhet ne si qytetarë. Unë nuk e di në fakt se ku banojnë këto këshilltarë të Kamzës, nuk e di a janë vinë nga ndonjë planet tjetër, apo ku i kanë familjare të afërmit të miq, që kanë kaq të patësip dhe të paftyrë sa të votojnë një vendim i cili është edhe i paligjshëm, por nga ana tjetër është kundër interesave të miqve, të familjarëve, të njerëzve të cilët bashkëndajnë të vendin, të njëjtin vend ku banojnë. Kjo në fakt ajo që do doja të thoja, sepse shpesh na është thënë që me cinizëm për atyre të cilët mbrojnë partinë në pushtet, edhe atyre që kanë marrë këtë vendim, se është vetëm 100 lekë dhe nuk ndryshon asgjë. Fakt ajo që na merret është 100 lekë që ndoshta nuk duket, por është shumë i rëndësishëm për xhepat tanë, sepse janë orë pune të shtuara për ne, edhe si para 100 vjeç ndoshta ne si qytetarë do na duhet të shtrëngojmë rripin edhe të ngurcojmë stomakun në mënyrë që të paguajmë edhe t'japim më shumë për ata që marrin milionat. Kjo është padrejtësi e madhe ndaj nesh dhe duhet të marrë fund me njëherë. Ajo që unë kërkoj tani është ata faqezim të cilët kanë votuar atë vendim për ta zbardhur sa do pak fytyrën e vet, do duhet që të shfuqizojnë vendimin edhe të ketë abone për student, për pensionist, dhe të paguajnë 400 lekë siç kanë paguar qytetarët. Ju faleminderit.